Mirë, shikues të nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi sërish tek ajo çka po ndodh në lindjen e mesme dhe sigurisht do të flasim për paralajmërimin e presidentit të SBA-s Donald Trump për sa i përket bllokadës në ngushticën e Hormuzit, një lëvizje ashtu si e tham që nuk shihet thjesht si një presion diplomatik. Kam të ftuar në këtë pjesë të dytë gazetarin Misha Pumo. Ju përshëndes Kënaqësi. Përshëndetje, kënaqësi edhe për mua. Atëherë, zoti Pumo, sa i përket edhe kërcënimeve nga ana e Donald Trump për ngushticën e Hormuzit, si e keni parë dhe a prisni që ky skenar pra për bllokadën e tij të zbatohet? Po, ka shumë të ngjarë, këto nuk janë as shakara as deklarata të radhës për të bërë thjesht presion. Është e qartë që bisedimet në Islamabad ngecën, pra ngeci shara në gosht, dhe për këtë arsye biles kanë qenë debate shumë të ashpra, me terma jo diplomatike mes palëve, sidomos nga ana e Iranit, dhe themi një formë agresive e këtyre bisedimeve, dhe ne themi që J.D. Vance, që njihet të tashmë është afirmuar si një nga politikanët, le themi më paqëdashës, do të thoja, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka të ngjarë që nuk gjuha e tij paqësore ndoshta nuk është shumë e kuptueshme nga iranianët dhe situata besoj do të ndërlikohet më keq akoma se ç'është. Prandaj dhe ngushtica e Hormuzit mund të bllokohet. Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë të gjitha mundësitë dhe mjetet për ta bërë këtë gjë. Një situatë që do të përkeqësonte më tepër sigurisht situatën ndërkombëtare dhe të le themi të burimeve të karburantit, domethënë të naftës dhe gazit në botë, sigurisht çmimi do të vazhdonte të rritej dhe kuptohet që kjo situatë për momentin të paktën çuditërisht është e favorshme për dy vende në mënyrë të veçantë, që janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusia. Zoti Pumo, nga ana tjetër mendoni se e gjithë kjo bllokadë do të jetë një gabim strategjik pra nga ana e Washingtonit dhe nga ana tjetër sa i përgatitur është vetë Irani për një luftë detare asimetrike? Mund të logjikojmë së bashku për mendimin se kush ka interes nga këto, domethënë nga këto ndryshime, nga këta Armagedon energjetik, mund të them biles, pa u druajtur fjalëve, sepse duke pasur parasysh që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë fitimmarrëse në këtë drejtim, pavarësisht nga humbjet e caktuara ushtarake të imazhit të Shteteve të Bashkuara etj. Por nga ana, le themi, në perspektivë, në horizont, është një presion i madh dhe tashmë një tester i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të kuptuar se si mund të ndikojë dhe si mund të vëjë nën kontroll edhe resurset energjetike që shkojnë, domethënë, në drejtim të Kinës, ku flasim për 45-55% të naftës iraniane që shkon në Kinë. Kjo do të thotë që Shtetet Bashkuara të Amerikës marrin në kontroll në këtë drejtim. Nuk besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë humbës të kësaj situate. Sigurisht që në të ardhmen Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë të qartë dhe mund ta vënë pjesërisht këtë ngushticë, por edhe fluksin e naftës dhe të gazit në këtë rajon në kontrollin e vet. Pastaj me Rusinë, duke pasur, le themi, perspektivën e zhvillimit të marrëdhënieve dyanshme, ku Shtetet Bashkuara të Amerikës jo thjesht po i bëjnë, le themi, lëshime Rusisë. Ata gjithashtu janë largpamës në të drejtim, për mendimin tim personal, duke ngritur dhe tema të tilla si për shembull naftsjellsi Nord Stream dhe gasjellsi gjithashtu, dhe aty amerikanët mund të futen me koncesione dhe mund të marrin, le të themi, fitimet e tyre. Pra de facto, domethënë, del që Shtetet Bashkuara të Amerikës marrin në kontroll shumicën dërmuese të, le të themi, burimeve energjetike të planetit. Çfarë do ndodhë, zoti Pumo, nëse Kina dhe India do ta sfidojnë këtë bllokadë? Nuk shikoj, domethënë,
mundësi, le të themi, Kina nuk nuk ka qenë kur një fuqi që dëshiron luftën de facto. Kina gjithmonë ka pasur një politikë tjetër, domethënë siç e kanë pasur dhe shumë superfuqitë të tjera për çfarë sundo, por jo nëpërmjet luftës. Dhe Kina ka ecur përpara nëpër botë dhe shumë e sofistikuar edhe në teknologji, por edhe në investime, duke bërë thjesht investime, duke bler pushtetin e korruptuar lokal, duke marrë domethënë me dinakëri dhe me financime të ndryshme shumë projekte të rëndësishme në përbot. Le të kujtojmë për shembull kanalin e Panamas, pas një të shtënë, pas një luftë, çuditërisht në një farë kohe ajo u ndodh në zotërimin e kinezëve. Pra, Kina nuk është e zhvillimit të luftimeve në mënyrë të hapur, sepse po të ishte e tillë do të ishte me kohë në Taiwan. Nga ana tjetër, India është një shtet gjysmë vasal i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk e ka as fuqinë, as zemrën, as forcën për t'ju përballur Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por nëse do të zbatohet ky skenar nga ana e Shubave, zot Pumo, mendoni se mund të shpërthejë ndoshta një krizë energjetike globale, sigurisht do të ketë më tej edhe pasoja zinxhir? Sigurisht, tashmë kriza globale do me thënë ekziston, kuptohet që alternativa të ndryshme do me thënë të furnizimeve për naftën dhe gazin ekzistojnë, një nga këto është dhe Rusia. Biles do të vijë re një deklaratë të fundit të zëdhënësit të Kremlinit Peskov që deklaroi që neve jemi një furnizues serioz për naftën dhe gazin për mbar botën, përfshirë dhe Europën, thaj, dhe nëse vendet europiane do dëshironin, ne jemi gati t'i furnizojmë me naftë dhe gaz. Nga ana tjetër edhe po të flasim për logjistikën ndërkombëtare, do me thënë në rast krize të mëtejshme në Hormuz dhe në atë zonë, këtu për shembull Rusia, sidomos tashti që thjesht po shkrihet akulli, në zonën e Oqeanit të Ngritë të Veriut hapen rrugë të reja dhe shumë më të shkurtra për të dërguar naftën, le të themi, nga Japonia, nga Norvegjia në Japoni dhe anasjellë të smadra të ndryshme për shembull. Pra, mund të përdoret një alternativë logjistike shumë e favorshme, gjë që rusët po mundohen ta ofrojnë. Nga ana tjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë edhe ata ambicet e veta për të përdorur polin e veriut, pasi është vërtet me shumë leverdi, pasi nga për arsyet e formës së tokës, që është një geoid, rrugët nga poli i veriut gjithmonë janë më të shkurtra. A shihni zoti Pumo këtë lëvizje më shumë ekonomike se sa ushtarake? Por në përgjithësi gjitha luftrat kanë atë arsyen ekonomike që fillojnë, edhe lufta parabotërore filloi, domethënë pakënaqësia sidomos e Gjermanisë me atë që zotëronin për shembull Franca dhe Britania e Madhe, solli luftën pavarësisht se preteksti i luftës pastaj u gjet. Por çdo luftë ka atë rrënjët ekonomike, arsyet ekonomike, gjeostrategjike kuptohet, por këtu deri në një farë mënyre do të thoja që presidenti Trump, pavarësisht nga deklaratat e forta që ai bën vazhdimisht, deri diku në një farë mënyre ato janë dhe strategji, janë dhe dezinformim nganjëherë, por Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një synim të qartë që në të ardhmen të bëjnë maksimumin e mundur që ekonomikisht të ndalojnë vrrullin e Kinës drejt zhvillimit të saj dhe gjë që përbën një rrezik të madh për Shtetet Bashkuara, sidomos në të ardhmen. Nga ana tjetër, zoti Pumo, e gjithë ky skenar nga ana e Donald Trump, mendoni se po përdoret ndoshta si arma e fundit për të detyruar Iranin të dorëzohet në negociata? Por është vërtet, por nga ana tjetër iranianët kanë, le të themi, i kanë vetë ushqyer vetes shijen e fitores. Nga ana de facto vërtet është shuar komplet udhëheqja e Iranit nga njëra anë. Shumica e udhëheqësve janë azgjësuar dhe de facto shteti tashmë është nën kontrollin e po atij regjimi,
por me politikanë të tjerë që deri në fund nuk dije se si do të veprojnë, domethënë në veprime afatgjat flasim. Nga ana tjetër ata kanë mbështetjen sidomos të Kinës, por edhe të Rusisë nga ana le të themi diplomatike dhe humanitare. Para 2 ditësh mos gaboj, presidenti Putin foli me presidentin iranian Pezeshkian dhe u vu nënvizua. Kjo ishte shumë interesante, ishte një mesazh për shumë le të themi shtete që Irani falenderon Rusinë për ndihmën humanitare. Dhe kjo gjë tregon